Me po prej nga ofër shartimin e pemëve. Tu kemi një mollë, është tegër, edhe do t'ja demonstroj se bëhet shartimi. E bëj prej mollës tegër, e bëjnë mollë në butë. Kime prej në midisa? Po. E bëjnë atë drejt, edhe hopën pak për shama bëjnë e kështu. Të shartume. Qështë ka qenë? S'po besëm paka. Përgatitna. Kjo mollë e egër është e gatshme me u bo mollë e butë edhe me jop nashta fruta pas 3 viteve. Po pas 3 vite. Kjo do më thonë është procesi shartimit që prej një mollë e tegër, kjo ka më bo mollë e butë. Ja. Shartimi do të thotë t'ja ndrëshë kajën pemë. Prej tegrës e bën e butë. Kjo është shartim. Çfarë lloji shartimit kemi? Shartimin në lëkur dhe në qarje, gjithashtu edhe në korrek në syth. Prej shartimit, veç vdekja më dalë. Veç vdekja? Po veç vdekja, tjetër jo. Miq dashur, përshëndetje prej mie Lauretës. Sot kemi ardhur në fshatin Gushavc të komunës së Mitrovicës me po prej nga ofër shartimin e pemëve. Për ma shumë kena me diskutu me Menderes Hajdari, ai që ka me na fol pak ma shumë për këtë proces dhe faktin qysh merret vullnetarisht me shartimin e pemëve, do me thonë prej të egrave në të buta. Edhe gjithçka që ka të bëjë me to, kena me fol me Menderesin edhe ndiq një histori në vazhdim edhe bisedën me Menderesin. Menderes, përshëndetje. Përshëndetje, Angani. Si po kalon? Mirë, faleminderit. Me shëndet? Mirë, ka të zoti mirë njerë për njerë. Qysh po është jeta këtu në katon, qysh po shkojnë ditët? Mirë, katon shkojnë ditë mirë, është një gjallëri, një knaci, një natyre mirë, e bukur, edhe kështu shkon jeta. Gjallëri është kemi këtë fshatin Gushavc, që janë gjithë banorë, nuk ka shpërngulje. Menderes, na kena ardhur domethënë me diskutu pak ma shumë për shartimin që ti e bën të pemëve. Apo më tregoni një herë ç'është shartimi saktë? Shartimi do të thotë t'ja ndrëshë kajën pemës, apo prej tegrës e bën e butë. Kjo është shartim. Okej. Edhe shartimi është në disa lloje. Gjitha janë të preferuara, edhe janë të mira. Një marakliti i shartimit duhet që të praktikoj, gjitha janë të mira dhe kanë sukses. Çfarë lloji shartimit kemi për shembull? Unë më shumë të i përdore shartimin në lëkur dhe në qarje, gjithashtu edhe në korrek në syth. Okej. Këtë shartime e përdore më shumë. Kur është sezona me u shartu një pemë, Menderes? Sezona është prej shkurtit, 15 shkurt, deri në këtë kohë. Varet si pema e qëtë sythin. Ka disa pemë e qesin sythin shumë a vonë dhe ato t'jepen hapësirë me shartu deri vonë. Për shembull është dudi. Dudi mund me 1 javë ose 2 me vonë me shartu se nuk e qëtë sythin. Kjo është mënyra e shartimit ose pipat ku i merë. Ti këtë punë Menderes e bën për qef, për thëmë kështu. Po, vullnetarisht. Vullnetarisht, ti s'paguesh absolutisht kur gjë, po thjesht e bën në natyrë. Pse ke zgjedh këtë hobi, për thëmë kështu? Sepse ndjena shumë mirë. Edhe është mirë. Është një lloj filozofie interesante, dyqysh kur e vren që mundet me dalë. Po. Edhe është dyqysh kur të bën ti një frut, rriten, ushqehen, e shesin njerëzit po kanë dobi. Po, prej ti. Kjo t'jep shumë. Do thotë njerëzit e vren kur bojnë punë vullnetare, pa më parasysh pemë, ndihmojnë dikujt, më shumë të manë aja puna vullnetare se që një pagesë 700-800 euro, po sot dush letësht, dyqysh ndjenën e ki shumë më të mirë. Se për shembull kjo është lloj sadake. Po, do të thotë sot është ky frut, këtë se kom shërtu për shembull, ja kjo është këto për shembull. Çfarë pemë është kjo? Kjo është në qërshi. Prej tegrës është e bën e butë. Do të thotë këtu kush ushqehet, sikur shtaz, njerëzit, zëgjët, kush don për shembull prej soje, unë kam dobi prej soj, edhe besoj dua atë shumë, sa që sot dush më ofru për një pip, me shartu, kushton bukur shtrejt,
bukur shtrejt. E din maraklet e shartimit sa është vesh një fidone. Sa kushton një Me fidone? thonë drejten, s'm ka interesuve që shtrejt kom dëgju pjesën e Maqedonisë, Shqipnisë, s'kam fort kontakt. Po është shtrejt, bukur shtrejt, është se s'ja vlen me thonë çmimin sa është. Po do me thonë shumë shtrejt edhe ti këtë punë e bën krejt falë, është ta them kështu. Kjo më shtin se nxite më shumë me shartua. Nuk është puna pagesës, po është puna që është një sadaka rrjedhshëm për popullin. Do me thonë edhe për fe është një lloj sadake, sipas fesë. Për shkak se ti po bën diçka të mirë në shtatë. Edhe po m'pëlqen shumë, po që sa vite merresh me interes me këtë me shartim? Me shartim thuaj se që 15 vite. Që 15 vite merresh. Edhe jam aktiv çdo herë. E qa gjon edhe një herë se nështë e kalun pak këtë temën, qa gjon knatësit e kjo pjesë? Na dim që gjenerotat nështë pak më shumë e thëmë kështu, gjithmonë e kam pos pak si në gjak. Po ti personalisht, qka të mbush zemrën plot e ma mbush ato se gjeneratat e vjetër si të ti e kam pos pak ma në gjak, ta është pak gjeneratën pak mari, po e njëjtë është se punë vullnetare është knatësia, është sikur i riu, sikur i vjetri, sikur kush do në letë e bën, të jetë një knatësi shumë të mirë. E gjonë, do me thonë një loj lumëturie kër e shë që prej një pëmë tonë. Për shumë në këtë kohë, veç do të shortu, krejt i shumë venat ku kanë shortu. Ja, për shumë i keni, ja këto... Na i tregove dhe rrugës, do me thonë... Ato modlat që shien atje, është një varë knatësie. Këtu nuk jam prunë teme as të një këtu. Okej, këtu do me thonë janë tjetër kujtë fshatarve, po atë kanë zjetë probleme në herë, jo, se ta përkrojnë punën. Jo, kanë qef shumë, sa që thojnë me kone, ose si është e vetja, nuk e bëj kitë punë, që shkom vëllnetone me jabo në fush tyngve. Këto e bëj si me kone gjoja jame private. Qa si bën me dëshirë, po? Me kresitja me kene dëshirë. Me ndërës... Një gjë kur të bën, kur të bëj me bo mirë. Shtoj një fjallë të na, kur të ndimojsh dikuj, ndimoj bili mirë. Që s'ka nevoj mu me ndimu kërkosh më tjetër. Edhe në kështë. E shortaja mu, kjo nuk ka nevoj për ndërhyrje mu heq. A pi marrëm këtu pajisjet edhe po shkojnë atje edhe me po një shartim. Po, do t'ja demonstroj një edhe sheni si botë shartim. A do me t'ni mundi shka? Jo, nuk ka nevoj, edhe po unë marrë shkojnë gjitha këtu me viti. Atje larta? Po, shkoj. Kjo qëfar pëmë është kjo këtu? Edhe kjo është qërshi. Edhe kjo do më thënë qërshi. Kështu Gushov si pas ka shumë qërshia, për thëmë kështu për qanë njët Gushov si ma shumë? Po, thëmë, qëfar kuptimi e kitë qka e kom fjallën për shambull, janë do vene që njën nashta për mulla, për dardha, po kjo fshati këto, a kona i pëmë që e kona nashta ma të theksume? Po, besojën që me iniciativën tem që e kom morë me shartimin, do të thëtë qërshia do të thëtë kampion do tjetë kësajde. Se do kënë pas ka qërshia dhe... Shumit janë qërshia, shkojnë tani e dyta është molla, shkojnë mosh molla dhe dardha, mes po këti ka dardha këtu, shkak si ka dardha te i grapak ose ligire si qujnë na, e të mundësin me shurtue në dardhë. E cila pëmë është ma probleme u shartu? Po, këtë po e thëmë për maraklie të shartimit fillestar. Kur të janisë me shërtu, ata shkojnë të parën e praktikojnë e qërshi. Okej, e pëse në qërshi e praktikojnë të parën? Thënë drejten është ka lëkurën e ka shumë më të hollë dhe është ma zërë të shërtuat. Okej. Kurse kësha preferuar që në letë shkojnë në molla ose në dardha dhe të bojnë një fare praktike fillestare. Ta në dikurë, i shohen e qërshia se ndodhë mu, ka ndodhë, po më thirën në telefona, po më shkrujnë, kom shërtu 3-4 qërshia nuk më kanë zinë. Po, e pëse ndodhë kjo, për shamë që nuk nëzihet? Fillestari ka mungesa shumë, të informimit të shartimit. Po. Tani edhe është fillestar, edhe është tema e cila me vështërsi në zinë, tash ato dyjat në dikur. Po. Tash kur për një praktik të madhe, aja shumë pak e kohë që nuk nëzinë ata. E cilat qysh shartuem pëmë? Për shambull, mi tregove edhe pak para se mi janë njësë intervistës,
Qysh shkojnë, do me thonë kjo, cilën pemë mujna me shartu. A ndodh, do me thonë, e di që ndodh, po qysh ndodh, prej, do me thonë, një pemet që nështë është moll me shartu me dorë. Nështë me një pemë dë vetë me binë edhe dorë dhe molla. Kjo është të cikun familja e pemëve, cila është duhet me kuptu këto që është farore shkon me farore. Çdo sen tash na jemi pak të rrethshëm edhe kuptojnë e cila ka fara. Molla, ftoni, mushmolla, ligirja, këto dardha çka janë. Domethënë kjo pranohet anasjellta. Po ndodh ka si mbrana kësaj disa në shumë të forta. Për shembull është dardha e egër dhe ligirja, për shembull. Nëse shorton ti, është shumë e fortë, shumë e gjatë. Do kjo fare pjesa tjetër e ftunit, e këto bën shumë shortur, sidomos traktor, po kjo shumë e adaptë është ftuni. Pse më adaptë është ftuni? Se di, nështë është jetë më shkurtë, nuk e fruta shumë sikurse dardha egër, për shembull, ose ligirja. Aja jep shumë frut. Edhe shkon tani pjesa tjetër, e cila është bërthamore me bërthamore shkon. Do të thotë nuk bën familjen t'ja ndryshoj shartimit e pemës, se vetëm nuk ka mundësi, do me thonë. Nuk ka sukses e nuk ka kush. Nuk ka sukses dhe nuk humbje kush kur të shqipashta. Po për ata që nështë dojnë me bë shartimin edhe një lloj biznesi, çfarë i kishe sugjeru ti? Shkak se ti e bën në mënyrë vullnetare, ama ka njerëz që mundën me bë një lloj biznesi. Po e bën biznes, po ata mas pari duhet të mësojnë të shartojnë. Të shartu pemë, se nuk kanë llogari të paguar dikon me shku m'ja shartue pemë. Se është drejt sa që ashtë që është i kushton me gjithë fidonet çka i ka mille, çka i ka punue, vetë shortimi ja merr çat fare investimi. Se shumë i shtrejt është kë. Do me thonë me pagu dikon me shartu është shumë shtrejt. Sa për shembull në shtrejt është njerive tuaj? Saksisht nuk di me thonë drejtë se s'm ka interesu prej fillimi, nuk më ka interesu. Po kam dëgju që shto prej Shqipnis dhe Maraklit Shqipnis, kanë shku në pjesën Macedonis 250 euro për një fidone. Shkak edhe rrugës e kështë, Kosovë nuk di sa po. 250 euro ka kushtu do me thonë një shartim në Macedoni edhe në Shqipë. Po prapë se prapë nuk ja vlenë, më ja vlenë për shumë pronari më ardhë të one, ose dikush e mësaj, bie fjalla që ma shumë ja vlenë me umësu vetë se sa me pagu dikën, a? Këtu kemi një mollë, është e egër, edhe do t'ja demonstraj se bëhet shartimi. Ja, këtu e kemë një. Qysh kime bo këtë shartimi? Me qka? E përgadite, qëta është e krësit e mirë, dhe e prej ato dhe bëj shartimin të këqyri se e lymnen lëkur, se pas ka shumë mirë, e bëj në lëkur këto. E bëj prej mollës të egër, e bëj në mollë të butë. Edhe preferohet shumë kjo molla egër, për butë. Do me thonë bëhet e butë. Po, pse do të mu bëhe butë? Nështë që ka ma shumë këta qysh? Po, që për shumë, kjo është e egër kërë. Pelojmë këto disa vite që shto. Dhe 15 vite, ose 20, kjo shumë pak fruta je. Edhe besa i ka të tha, tharta, ose si o qërshia egër për shumë. Kur që hanë qërshina egër? Nuk o kurse hanë. Shumë e thështë, edhe kjo për shumë është e thartë që shtojna edhe bojnë të butë. Edhe sukses jep shumë kjo, se bëhet për familjes në familje. Po, e kuptoj. Ku kime prej tash të këto? Tash të në prej. Kime prej një disa? Po. E të përgadit në netë të qesë gjitha qka. A do me të një muna i sen se po ta qef me provu edhe në shartimin? Jo, veç e shete si bote. Po thu që s'po do me mësu mua, me ma dhe zanotin. E mësën te, se edhe ki edhe vedën kur të shete, pipat i kim këto i morëm, që cilët nga kërkan sa ma i mirë. Ja, këto i kim. Qëto i, ja, shkojme. Këto janë pajisje që i përdojnë, do me thonë ti për shartimin. Pa këto për shama, që shto një fjole e popullet të malë nuk shkojt pasakit. Edhe unë kështu. Ndodhë ka një pjesë me harruem, ndodhë
Më këthim shpe edhe me morë një hepi. Po, asë dhe më pa njënën prej tyne nuk jo, nuk ban. Okej, tash dhe me thonë pika por? E bojna prerje këtë. Që të e bojna prerje. Kjo dhe me thonë është një mollë egër, apo? Po, është një mollë egër. Që ka me u bo në mollë të butë. Po, pak ndërhyrëm që të krasitjen. Për sa ku me nderes qatë fruta kjo pemë? Kjo varet kret nga nën shartesa si është kjo, sa është e fuqishëm kjo. E qoftë se është e fuqishëm, kjo për 3 vjet mbyllet edhe jep fruta. Për 3 vjet do më thonë, Tash varet e çfarë molle shorton. Ka disa molla që janë fruta mas 3-4 vite, do mas 2 vite. E pastrojna këtë pjesën se kena sharrit që është pak shumit. E bojna drejt. Në këtë ndërhyrjen. Kem këtu, hapëm lëkurën e bojnë. është mirë pak me qenë thellësia. Okej. Ju fort që shtojmë të na peck, sepse kur të rritet kjo ka mundësia më thyje. Ofer as shumë, pa as mangu ju. Edhe hopën pak për shama bojnë kështu. E shemja se si hopet si ka lëngë tash. Okej. Ta shumë mirë hopet kjo. Shkojmë edhe këtë pjesën. Këtu është mirë nga një herë me ditë veri apo jugu si është. Mi shortua pipat shkak era i dëmtan. Kur të është e fort gjatë verës, kështë i shortan të kontërta që nuk më dëmtuan. E morëm një pip këtë. Shkojmë edhe kjo ja që shbohet. Disa preferojnë e ka pak me ajk, po s'prish punë, bëjnë, s'na kushton kurgjë. E së të mas shkojmë na 1, 2, 3 sytha. Nuk e lojmë degë si kur kjo. Okej. Nuk preferohet. Një e kem, tash se bom edhe 2. Na mundëm edhe 3 pipa kësaj t'ja bojmë. Por me rëndësi është njoni mund zinë këto edhe e len edhe tjerti anulan. Ja që shbon. E duhet me kone pak gjatësia. Ta shkojmë. Edhe që se shkëm kjo. Shë? Edhe këtë pjesën. Por më në fillim si për ato të shortume, që të ka qenë, s'po besëm paka. Që bëhet në byllë e kreta. Interesant. Si kur fëmija ku janë të vogël, por rriten e vonë pleqë. E kështu do me thonë tasha i kopti me diçka, qa është kjo? Po, shkon, kjo ke mast, ta preferohet shumë. Ka është bashkë për to, a? Po bashkë për to ndodhë që më shkon me kilogramue. Po, okej. Po me kilogram se shortoj shumëne. Me kilogram. A kushton shtrajt kjo? Kushton, po gjithherën e prej fillimit, kur kom fillu me shartim, me thonë drejten, unë pregaditna deri në 3 muj për Marokot më heret. Gjithat pajisët, gjithat masët, gjithat i blej. Që tani pjesën e shartimit nuk merrem me furnizim. Po.
se ki gojlen. Se kam gojle, jo se kam gojle. E mjetëve të më E mjetëve. E kjo që ndimon saksisht kjo Kjo mast? ndimon Ndimon kjo me masti. kopjen e... Kjo ndimon që lagështia në mos të futet këtu, Okej. edhe ajri. Se ma shumë ti e dëmton ajri. Për shembull lagështia nuk futet këtu për shkak se bëj izolimin mirë, po ndodh se edhe ajri dikon mundet me mu fut. Okej, do me thonë zgudzon me u fut për ndryshe dështon, apo? Po, edhe kem kujdes shumë këtu nalt. Tash ti kjo pjesa e izilirit për shembull. Çka do të më bëj izolirin ato? Izilirin e marrën tash. Ja kështu. Okej. Tash ndihmon edhe iziliri kundër lagështisë dhe ajrit. Do me thonë kjo mull e egër është e gatshme me u bo mull e but edhe me jap nashta fruta pas 3 viteve. Po pas 3 vite është e gatshëm kjo. Bëhet edhe lidhja. Është tri mënyra që ndihmojnë shumë shartimit e mastit dhe izolirit. Po. Kjo është izoliri i butë. Nuk ka i ndyrë diçka. Edhe bëhet e lidhja. Që me kon ofere lëkure se pipat. Tani, unë në disa mënyra, për shembull, ka mujtë me mbyll to krejt me izolir, po në praktikojnë në disa raste, i qes edhe dhej, për shembull është i mirë këto, e marrë do dhej. Ndihmon, a? Po ndihmoj e marrë prapë që të dë. E qa ndihmon dhejo të kjo pjesë? Po ndihmon se e mbulon ajrin, dhejo mbulon ajrin që të futet mrena. Këto me dhej e kam praktikuar gjenerata vjetër shumë, po nuk do të thotë që del prej mode kjo. Se njerëzit kur të kanë drejt dhe kur të është mirë, e mira nuk del prej mode asnjëherë. Pa më parasysh që teknika rrit, që tash kjo është e gatshëm. Kjo do më thonë është procesi shartimit që prej një mulle tegër, kjo ka mu bo mulle e but, ja kjo. E thamë nështë edhe pse bot kjo lloj shartimi, për shkak se mulla egër ose qershia egër dhe frutat pemë që janë tegra nuk janë të ngrënshme dhe atë shumë se janë tillta, po. Po, ashtë. Edhe ti këtë proces e bën në mënyrë që edhe kafshët, po edhe njerëzit me i shfrytzu pas masanina këto pemë edhe për ngrënje. Po, edhe kur të është e buta e frët edhe ma shumë. Po, edhe je fruta dhe ma shumë se me qene egër, se nuk është mirëmbajtja, nuk është kërësitja e shumë me gjonat natyrës që janë si lem ropa, edhe nuk ka fruta. Se shpesh më thëmë pse pe prejke dardhën e egër, ose pe shërtën letë e urshin të shpezët apo. Kjo se bajën e kjo është shumë ma jetë gjatë, po prapse shpezët urshin shumë ma mirë, se ka fruta shumë kjo. Po njerëzit cilët nuk e din shartimin, edhe një farë spjegimi gabim, pse kjo. Edhe kur shkojmë ka herë me pyetje pse, s'kema përgjigje pse. Se përgjigje është mësau, edhe informoj për shartimin, tani nuk thup pse. Qatë ka bërë që di mas shumë ti të kjo pjesë? A ka diçka që nështë gjatë tyre 15 viteve që ti merresh me shartim, ndoshta të ka surprizu ose e ke zbulu ti vetë? Po, mundësia se deshtimi, ku bojnë deshtim për shembull, edhe tjetra për befasi e kam kur bëj shartimin e parmal, e për fusha, po atë shumë si kom bëj shartime, ndodhë që me 2 vite nuk shkojnë atë pjesën e venit. Kur shkoj mas vitin e 3 me qëllim me shortu në atë pjesë, edhe i shoh që kam shortu edhe në botë të mëdhaja. Asnjëherë nuk e ki mendjen me u dorëzu edhe me ik dorë prej kësaj se të pëlqen ato.
E ki hobi? Hobi pëlqen edhe dyqysh kur të e praktikon me vite, hin dashnia më shumë. Sikur njerë kur punon, kur afrohet pjesën e penzis, është e dhimbshme pak, me dur penzi. Se tani jetën ka punue, edhe kjo, se laj ka met këtë kjo është. Kjo mu më donë prej shartimit, veç vdekja më donë. Veç Tjetër, po vdekja? veç vdekja, tjetër jo. Tjetër, sot jam gjallën e bëj këta se hobi, e kam edhe besa ka here në pranverë, kështu qaq maraklis jam disa punë që kam familjare, I lëm pak sekundare, pasdore, jo fort sekundare, po i lëm pasdore, i kry tjera dit, ose javë tjera, unë am i kry, edhe e kry pjesën e shartimit, se kjo është dikon në 4 javë, 5 javë, vorët është preje, sythit që qëtë tema. Për shemë qërshia duhet pak ma heret, se aja lëllëzën ma, po ma heret, jo po i qëtë sythat ma heret. Po. Atë një mundësi shumë të vogël qërshia me shartu, kurse modha, këtë tjerat ki ma shumë, që tash të tujeve që kanë janë zverdë dhe natyra dhe prapë kam pipat modhës me shartu. Ti ke dhënë dhe intervista tjera dhe ka pos nështë njerë që kanë po punën tonë dhe përmes intervistave dhe të kanë njoft ty dhe të kanë thirrna për qytete tjera. A kim edhe nështë të kanë ofru edhe një pagesë? A shkon ti me shartu në qytetet e tjera dikush që ka nevojë? Jo, kam po disa intervista edhe kam shkru, më kanë thirrë në telefon, më kanë pyet si bëhet shartimi, a vjen kështu me pagesë, po me pagesë nuk shkojnë, nuk shkoj me pagesë. Me thonë drejtën kur ai e thot për të mirë tanë, na kupton? Po dyqysh edhe mërzim vjen kur më thot dikush me pagesë, ai nuk e din, po e kam unë atë, e kam bë veti në rregull. A më prapë nështë është diçka të cilën njerëzit e shfryzojnë edhe pse jo nështë kur ti e bën gjithë këtë punë, ti me shpenzimet tua nuk mundesh me shku me i ndihmu dikuj, kështu që pse jo me marrë edhe një pagesë. A e ke menu ndonjëherë me bë një lloj biznesi? Jo, asnjëherë. Gjithë më kam marrë asë biznes familjar, shpise pak a shumë nuk kam, s'kam tokë, qa volta. Po këto në vetëm në fshat, pjesa fshatës si kuvizohet pjesa e sodollit, shortojmë pjesa vidrimiqet dhe gushavcit. Do të kjo më vonë ma shumë se pagesa. Me ndërras ke shumë knaci me diskutu me ty edhe me po procesin e shartimit nështë prej sa ofër. Me për funda e ki një mesazh nështë për gjithë ata që shartojnë për qef ose dojnë informacione shtesë për shartim. Ju kisha thonë që pojnë praktik pak ma shumë, jo me 1, me 2, me 3, sepse ju thejet moralin e qofë se shorton ai 3 dhe nuk ju nxjinet asë një. Po thonë, duhet me bo praktik ma shumë, tani ngritet morali dhe e bën zanatin tani. Edhe bëhet profesionalist tani. Do me thonë mos me hik dorë edhe me provu edhe me po praktikë. Veç që shtash me heret me shku në penë cilët janë pak ma të leta. Fillestarët nuk din cilë është ma let, po që shortojnë. E tani 2-3 copa nuk ju nxjinet asë një, marrë vali bije, tani mua jetë nuk shkon për para. Po duhet kogja me bo praktik, edhe po tani profesionalizëm i kalon në praktika. Profesionalizëm i kalon. Pa diskutim se gjithë shka që bëhet me praktikë edhe perfeksionohet, kështu që mos të heqin dorë nëse e dojnë këtë pjesë, edhe le ta provojnë se ju. Faleminderit shumë. Faleminderit se piva.